Verelovski. Rivënje fundore, do të jetë topi për portierin Zau. Timovski më pas bë transferimit të Shkëndija, ka hugjur këto portieri Tofilovski. Kemi rivënje nga këndi e pesta për tanët. Në këtë minutë të çast të fundit të pjesës, rrëmuj përpara zonës vendase. Kërkohet ekipi mjekësor i skuadrës vendase. Në fakt është vetëm një person mjeku Antoan Parakeov. Nuk ka në proces verbalin zyrtar të paraqitur një fizioterapeut apo ndonjë mjek tjetër. Sigurisht që një skuadër e rikthyer në aspekt organizativ ka dhe shumë gjëra për të përshtatur me gjëra që kërkojnë në lidhjen e futbollit vendor. Kujtojmë që edhe në proces verbalin zyrtar, Dimitar Maxhunarov rezulton si shef i stafit teknik, por është trajneri i parë Panche Blazhevski, një veteran në pankinën e Tikveshit, por nuk është i pajisur me licencën e nevojshme, pro licencë të UEFA-s për të qenë shef i stafit teknik dhe deri në këtë moment 65 minuta do largohet Lezi dhe në vend të tij në lojë Valmir Nafiu. Minuta 65. Të shohim Krivak, mundësi për gjuajtje nga Çaka, e goditur keq numrin 6 Stefan Naumchevski, tregon ndihmë mjekësore. Ka provuar Çaka, i bllokuar ky top dhe tjetër ndërprerje. Arbi Vosha, shqiptari i Maqedonisë Gjorçe Petrovit, do të mbahet mend sigurisht në pjesën e statistikave si autori i golit të parë në edicionin 30 të elitës së futbollit të Maqedonisë së Veriut. Minuta 22 ka shënuar përballë Pelisterit dhe akoma më tej 1-0 është rezultati, ashtu si në sfidat Ravodnički Boreci dhe Renova Skopje pa gola në Shtip, Regalnica Shkupi dhe këtu në Prelep Tikveshi Shkëndia, të kënaqur me ati. Edhe më tej edhe një Nafiu, një seri lëvizje të bukura. Ibrahimi futet në zonë, Ibrahimi të shohim Arkon dhe ka 1-0. Avanzon Shkëndia, jo, është pozicion jashtë loje, por autogol, është autogol, ka shënuar numër 21 Varelovski. Si ka mundësi? Anulohet ky gol. Do të shihet mirë, sepse në fakt bëhet fjalë për një autogol. Janë përplasur kapiteni Varelovski dhe portieri Tofilovski.
Da Silva do largohet në fakt. Ja ku kemi krosimin. Baj jashtë djathtë e majtë e tij. Ka goditur me të parën, pa e menduar shumë me të majtën jashtë mbi traversën e portierit Tofilovski, që përfiton nga kjo ndërprerje për të rregulluar ca pjesë të terrenit të dala. Shtesë. Ibrahimi lëvizje e bukur aty të shohim edhe Ibrahimi e majtë e tij mbi port. Nuk arrin të shënjestroj portën Besart Ibrahimi. Minuta e 91. 5 minuta kohë shtesë ka treguar arbitri 4 Marian Mladenovski. Duke tjetër zëvendësim për skuadrën vendase. Kristian Rizov. Carton i grek për vendetari me numër 39 Mustafa.
cameri.